Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isha duke lexuar një ajet kuranor dhe një sqarim të jashtëzakonshëm në kuptimin e këtij ajetit kuranor. Ku Allahu Dhu Xhelal thot: "Wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Dhe kështu na, do thot zullumqart, i përplasim njëri me tjetrin si rezultat i asaj që kanë bërë me punët e veta, me durët e veta. Pra, ky ajet është një ligj hynor, kanon i cili nuk ndryshon, dhe që tregon se zullumqarët përplasen mes veti për të shiju zullumin pej më të fortit për zullumin që ja bëjnë më të dobtit. Është një sqarim i mrekullueshëm që dietarët e tefsirit e kanë dhënë dhe unë do mundohem që në këtë sqarim, në këtë prononcim ta ndaj me ju. Pse Allah i madhëshëm zullumqart i kthen njëri kundër tjetrit? Megjithëse ata shpesh herë atawasau bih bel hum qaumun tagun, a janë marrë vesh mes veti edhe pse janë zullumqar, domethënë shpesh janë aleat. Dhe këto mosmarrëveshje politike dhe kundërshtime ushtarake mes forcave armiqësore ndaj Islamit, a thu janë fars apo është zbatim i këtij kanunit hynor? Dhe se këto dukuri çfarë mesazhe bartin? A bartin mesazhin e drejtësisë dhe paralajmërimit për secilin njeri që zgjedh rrugën e zullumit? Këto dilema do mundohemi t'i sqarojmë me këto fjalë që vijojnë. Fudhali ibn Iyadi rahimahullahu taala e kishte një porosi dhe thoshte kur shofish se zullumqarët i hypin qaf njëri tjetrit, hakmeren ndaj njëri tjetrit, ndalu dhe shiko me vëmendje, sodit me habi, do thot dhe kupto se si është duke u zbatu ky ligj hynor tek këta zullumqarë. Dietarët e tefsirit, duke bërë tefsir këtë ajetin 129 të surës Al-An'am, wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Kështu na zullumqarët i lshojmë në qafën njëri tjetrit si rezultat i asaj që kanë fituar me duart e veta. Thojnë se ky ajet tregon një ligj të pandryshueshëm Zotit Dhul Xhelal, një sunet kozmologjik i cili nuk ndryshon dhe nuk zëvendësohet. Që zullumqarët vazhdimisht do të vendosen përballë njëri tjetrit, kundër njëri tjetrit dhe do të e shkatrojnë njëri tjetrin. Si rezultat i zullumit. Domethënë, një zullumqar do të shijon zullumin e atij më të fortit për shkak të zullumit që ka bëu atij më të dobtit. Është një ajet kuranor, do thotë ky ajet është ajet kuranor i cili përmban në vetvete këtë ligj dhe këtë paralajmërim për çdo zullumqar, qoftë individ, qoftë shoqëri, grup apo shtet, në çdo kohë dhe në çdo vend. Dhe ky ligj është akoma aktual, dhe se fundi i zullumit dhe zullumqarëve ka me qenë poshtrues i rand, jo vetëm në ahiret, por edhe në dunja. Malik ibn Dinari, rahimahullahu ta'ala, thot, kam lexuar në Zebur. Zeburi është libër i shpallur Davudit alayhis salam, ku Zoti i Madhëshëm ka thonë, on hakmerem ndaj hipokritëve me hipokritë të tjerë. Pastaj hakmerem ndaj të gjithë hipokritëve. E thot, do thot Malik ibn Dinari, rahimahullahu ta'ala, kuptimi i këtij ajeti të zbritur në Zebur është i ngërthyer në ajetin kuranor ku Allahu do të thotë wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'da, dhe kështu na zullumqarët i lshojmë njërin kundër tjetrit. E Imam Ibn Kathiri rahimahullahu taala duke komentuar këtë ajet kuranor thotë, kështu na veprojmë me zullumqarët. U japim fuqi disa prej tyre ma shumë se të tjerëve. Dhe pastaj këta që kanë fuqi ma shumë se zullumqarët e vogël, do thot u hypim mbi qafë atyre duke vazhduar zullumin, derisa t'i shkatrojmë disa me të tjerët dhe ta kmerremi me disa prej të tjerëve si shpërblim konkret
i tiranisë dhe padrejtisë të tyre që ata kishin ndaj madoptive. Kurse sa i përket pjesës së këtij ajeti kuranor bima kanu yeksibun, si shkak i asaj që kanë fituar me duart e veta, tregon domodin drejtësinë absolute të këtij ligji hyjnor. Pra nuk është dëshkim i rastësishëm, por është rezultat i pashmangshëm i veprave të tyre dhe i zgjedhjes së vetëdijshme të rrugës së padrejtisë. E kur padrejtia dhe shturja përhapen në një popull, apo në një organizat, apo në një, grup njerëzish, dhe tirania bëhet mënyrë jetese, atë ligjet e Allahut xhelal vendosin që zullumqtarët të sprovohen nga lloji i vet. Ashtu siç kanë bërë zullum tjerëve, të bëhet zullum atyre. Në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregohet një prej lutjeve: "Wala tusallit alejna man la yarhamuna", o Zot, mos i jep pushtet mbi neve atyre që s'kan mëshirë ndaj nesh. Do thot, edhe kjo lutje tregon se muslimani i devotshëm e lut Allahun e Madhëshëm që Allahu ta mbron nga pushteti i zullumqtarëve, të cilët nuk kanë mëshirë ndaj njeriu të dobët. Dhe ky ajet kuranor dhe ky sqarim i sjell në spikatje disa urtësi edhe mësime. Por pse Allahu xhelal i shkatron zullumqtarët me zullumqtar, që ta largon zullumin nga besimtarët, nga njerëzit e mirë, po që janë të dobët. Edhe këto normalisht na duhet ndalemi dhe të përkujtojmë se besimtarët duhet të organizohen dhe ta mbrojnë vetveten dhe të mos jenë të dobët e të shtypur. Mëshira Allahu xhelal kërkon ndaj robërve të tij, kërkon që t'i mbron besimtarët. Edhe ata zullumqtarët i angazhojnë njërin me tjetrin që të marrin frym shlirë këta besimtar, e kur zullumqtarët zhyten në konfliktet mes tyre, në luftat mes tyre, në përplasjet mes tyre, atëherë do thotë përkohësisht largohet dëmtimi i tyre ose dëmi i tyre pejt të tjerëve. Kjo është arsyeja e parë. E dyta, përjetojnë dëshkimin e hershëm që në këtë dynjë. Para se me dalë zullumqtarët para Allahu xhelal, atje ku do japin llogari para gjykatës absolute dhe drejtësisë absolute, Allah i Madhëshëm u shijon zullumqtarëve hidhrin e padrejtësisë edhe në këtë botë. Domethënë, ky zullumqari që ka bërë zullum tjerëve dhe u ka shiju atyre zullumin, i vjen rendi ta shijon edhe kë vetë zullumin për dikujt që është më i madh se ai. Pse kjo? Për të bërë mësim për të tjerët, se zullumi dhe rruga e zullumit nuk është rrugë me fund të mirë. Dhe domethënë besimtarit me kon modest, jo mendje madh, jo arrogant, jo zullumqtar. Dhe sa herë ka ndodhur që kemi parë që deri dje një zullumqtar ishte i fuqishëm dhe krenar, e sot është i poshtruar dhe në këmbën e një zullumqari tjetër që është më i fortë se ai. Kjo është urtësia dhe mësimi i dytë. Urtësia e tretë është një mesazh i qartë se kota asnjëherë nuk është bashkë përgjithmonë. Aleancat e tyre janë të përkohshme, janë në bazë të interesit momental. Dhe ato në momentin në moment caktuar plas kjo aleancë dhe armiqohen mes vete. Andaj e kota nuk qenë ka një ndërtesë dhe fortifikat e fuqishme, e cila nuk ka të çara mes tyre. Njerëzit herët apo vonë do të binë në mosmarrveshje dhe armiqësi, dhe këtë Allahu xhelal e tregon se në ditën e Kiametit do të distancohet zullumqari prej zullumqarit, ku thot idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'adab wa taqatta'at bihim al'asbab. Ditën e ahiretit, e Kiametit, do të ketë distancim prej zullumqarëve njëri nga tjetri. Këta që kanë qenë pasuar do të distancohen prej pasuesve të tyre, dhe atëherë ku do shohin se mos ka kush u ndihmon atyre dhe se të gjithë do dalin para Allahut xhelal. Al-Baqara ajeti 166. Pra ky distancim dhe kjo përçarje mes tyre nuk ka më ndodhur vetëm në ahiret, por ka më ndodhur edhe në dunjë, duke jalshu zullumin zullumqart njëri tjetrit. Dhe mësimi i katërt, dhe shesh drejtësia absolute e Allahut xhelal në krijesat e tij në dunjë dhe në ahiret. Andaj këtu e kemi një citat të Imam Ibn Qayyimit, rahimullahu taala, i cili e përmend në librin e Zadul Ma'ad dhe mendoj se
ja vlen për ta analizuar. Ai thotë kështu, Allahu i lartësuar ka bërë, edhe kjo është ligj, që veprat e njerëzve të mirë dhe të këqij të prodhojnë domosdoshmërisht pasojat e tyre në këtë botë. Të kush bën mirë, e gëzon pasojën e veprës mirë në këtë botë para se me gëzu në ahiret. Dhe kush bën keq, e shijon hidhërinë asaj veprës së keqe në këtë dunjë para se me e shiju në ahiret. Çka thotë ai në vazhdim? Ai, Allahu i Madhërisht, e ka caktuar që nëse njerëzit nuk e japin zekatin, nuk japin sadaka, nuk janë bamirës, këto vepra të këqija të njerëzve i bën shkak që ta ndalon shiun nga qielli, që të kaplon thatësia dhe të kenë njerëzit uri. Domethënë ti nuk jep, Allahu nuk jep. Edhe kundërta, nëse ti jep, Allahu t'jep. Pastaj thot, Allahu i Madhërisht e ka caktuar që padrejtësinë që ja bëjnë njerëzit të varfërve, mashtrimin që e bëjnë tregtarët në peshore dhe në motje, shtypjen që ja bëjnë të doptive, ato që janë më të fortë, i ka bërë Allahu i Madhërisht shkak që mbi këtë shtresë të njerëzve, që kanë padrejtësi ndaj të varfërve, kanë hile, mashtrime, shitblerje, kanë arrogancë ndaj doptive, e ka bërë shkak që kjo shoqëri sundohet prej mbretërve dhe pushtetarëve të padrejtë, të cilët nuk do shfaqen mëshirë ndaj tyre kur kërkohet për tyre mëshirë. As dëmshuri kur do kërkojë kjo shoqëri prej këtij pushteti, prej këtij mbretit dëmshuri. Në vërtet, ata janë pasqyrim i veprave të pushtetarët zullumçar, janë pasqyrim i veprave të vetë popullit, që janë shfaqur në formën e sundimtarëve të tyre. Në vazhdim thot, me urtësinë dhe drejtsinë e Allahut xhelal, Allahu u shfaq njerëzve veprat e tyre në forma që u përngjajnë atyre. Her me thatësi e huri, her duke u dërguar armiq, her duke u dhënë sundimtar të padrejt, her me sëmundje të përgjithshme, her me brenga, shqetësime dhe pikëllime që nuk i lënë të qetë, her duke u ndaluar bereqetin e qiellit të tokës, her duke u lëshuar shejtanët, të cilët i shtyjnë me forcë drejt shkaqeve të dënimit, derisa të përmbushet mbi ta fjala e Allahut, vendimi i Allahut dhe secili të arrijë atë për cilën është krijuar. Dhe përfundon këtë citat duke thënë kështu: njeriu i mençur e shëtit shikimin dhe mendjen e tij rreth e rrotull nëpër botë, duke soditur vendet ku shfaqet drejtësia dhe urtësia e Allahut. Nalet dhe mediton në këto momente. Atëherë i bëhet e qartë se vetëm të dërguarit e Allahut dhe pasuesit e tyre janë në rrugën e shpëtimit, ndërsa pjesa tjetër e njerëzimit ecën drejt shkatërimit dhe përfundon në banesën e humbjes. Allahu i Madhërisht e realizon vendimin e tij dhe askush nuk ka mundësi me pengu zbatimin e gjykimit të tij dhe askush nuk mund ta kthen mbrapsht vendimin e tij. E suksesi është vazhdimisht vetëm për Allahut xhelal. Andaj sot përfundoi citati i Imam Kaimit. Sot kush mendon mbi gjendjen e botës, sheh vërtetësinë e këtij ajeti në ndodhit të panumërta. Shohim aleanca ndërkombëtare dhe rajonale të ngritura mbi padrejtësi, të cilat në fillim duken të bashkuara, por shumë shpejt shndrohen në konflikte të përgjakshme dhe rivalitet të ashpër, derisa fillojnë të shkatojnë njëri tjetrin. Shohim tiranë dhe despot që i bashkojnë padrejtësia dhe arroganca, por më pas përplasen ashpër mes tyre për interesa dhe pushtet, duke u bërë shkak për shkatrimin e njëri tjetrit. Bile, historia është plot me shembuj që tregojnë se perandoritë e padrejta nuk janë rrëzuar aq nga ushtritë e jashtme, sesa janë shembur nga brenda për shkak të përçarjes së udhëheqësve të tyre dhe të tradhtisë së rrethit të tyre. Është ligji i Allahut xhelal për t'i vënë zullumçarët përballë njëri tjetrit, kundër njëri tjetrit. Njëkohësisht është edhe ligj i drejtësisë edhe mëshirës. Është drejtësi sepse është shpërblim i merituar për ata që kanë bërë zullum ndaj popullit vet. Është mëshirë sepse i jep çlirim popullit edhe nëse është i përkashëm popullit të shtypur nga e keqja e këtyre zullumçarëve dhe shërben si një mësim i fuqishëm për çdo që tundet të ndjekë rrugën e padrejtësisë, se fundi i padrejtësisë është i hidhur. Andaj besimtari duhet ta merr këtë mësim nga ky sunet ligj hynor dhe të mos mendoj kur të vazhdoj me tirani, me padrejtësi, sepse fundi i tyre është
përbuzje, nënshmim, poshtrim, shkatrim. Pasi që nëse dikujt i ka dhënë Allahu pushtet me gjithë zullumin që ka bën, ulemat kanë thënë kjo është një afat kohor i shkurt që Allah ja ka dhënë për të provu zullumqarët me ngjajshëm si ai apo më të egër se ai. E besimtari duhet ta di se shpëtimi i vërtet qëndron në kapjen fort pas fesë së Allahut, në kapjen pas Kur'anit dhe Sunetit dhe largimin nga fitnet dhe padrejtësisë. Pse? Sepse kur përhapet zullumi, nga ai nuk shpëton askush përveç atij që e ruan Allahu. Padrejësia nuk mund të ndërtojë një pushtet që zgjat përgjithmonë. Padrejësia, edhe një herë po e citoj, nuk mundet të ndërtojë një pushtet që zgjat përgjithmonë. Pse? Sepse Allahu dhul Jalal në surën Ar-Ra'd, ajeti 31 thot: "Wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darim hatta ya'ti wa'dullah inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad." Nuk munden me vazhdu mosbesimtarët në mosbesimin e tyre, e të mos ndëshkohen me ndëshkime për shkak të punëve që ka bën. Apo ato dëshkime tu vinë afër vendbanive të tyre si premtimi i Allahut, se Allahu nuk e thën premtimin e tij. Domethënë, jo besimtarët për zullumin e tyre që bëjnë, le të presin dëshkimin e Allahut, ose ka marrë te këta ose te ata tjetër që janë afër për ta pasur se premtimi i Allahut është i vërtetë. Allahu hakmerret ndaj një zullumçari me anë të një zullumçari tjetër, e më pas hakmerret ndaj të gjithë zullumçarëve. E fundi u takon atyre që janë takwa. Wallahu ghalibun ala amrihi, walakinna akthara an-nasi ya'lamun. Allahu do jep triumf vendimit të tij, edhe pse shumica e njerëzve këtë gjë nuk arrin ta kuptojnë. Yusuf ajeti 21. Andaj ky ajet وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, kështu na i përplasim zullumqarët mes vete, i jep këtë të mësime dhe porosi që ka nevojë njeriu mu ndal me meditu dhe këto porosi dhe mesazhe me i nxjerr dhe pastaj normalisht me reflektuar vetveten e tij dhe me urrujt nga zullumi dhe nga zullumi i vetes së tij ndaj tjerëve, po edhe nga zullumi i tjerëve ndaj muslimanëve të dobët e të shtipur, sepse kështu i japim jetë gjatësi, harmonisë, mirëqenies dhe begatisë këtë dunjë. Allah i madhëshëm na bëf për atyre që lexojnë Kur'anin dhe meditojnë rreth ajeteve të Kur'anit dhe i marrin mësimet dhe porositë e duhura. Zoti shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.